Faleminderit. I shikoj çeret tuaja sot, janë në ditën e vetë më të keqe, por ju rikujtoj shprehjen e kryeministrit tuaj, nuk e një parë asgjë akoma. Dita e sotme është vetëm fillimi i fitores Partisë Demokratike në 11 maj, dita e sotme është vetëm fillimi ku do të shikoni Sali Berishën në krah të zyrtarëve amerikanë, Sali Berishën duke përfaqësuar Shqipërinë në të gjithë forumet më të larta dhe duke lartësuar emrin e vendit, siç dinë të bëjnë vetëm demokratët. Ju e futët Sali Berishën në arrest shtëpie, por ju doli në krah të kryeministrit të ardhshëm të Gjermanisë. Ju e shpallët Sali Berishën non grata, por ju doli në krah të kryestrategut fushatës Donald Trump. Ju nuk e ndalni dot ndryshimin. Ju nuk e ndalni dot rotacionin që kërkojnë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Ju nuk bëheni dot më pengesa e shqiptarëve. Një nga një, të gjithë yjet tuaj, të gjithë ata që ju i kishit më afër kryeministrit apo dhe zëvendësues së kryeministrit, siç kishit Lalierin, tashmë janë ose në arati, ose në paraburgim, ose në burgim. Ky është fati i atyre njerëzve që nuk punojnë për shqiptarët, i atyre njerëzve që punojnë për të pasuruar familjen e tyre, miqtë e tyre dhe biznesmenët afër tyre. Ky është fati i atyre që kanë shpopulluar Shqipërinë, që kanë marrë mallkimet e nënave shqiptare teksa përcjellnin fëmijët e tyre në rrugët e mërgimit. Ky është fati i atyre që kanë larguar 1.5 milion në 12 vite nga Shqipëria. Sot, Kris Lasivita e tha me të madhe. E thatë këtu e përsëritët disa herë që është njeri i kontraktuar nga Partia Demokratike. Po çdo parti në glob dhe kërkonte dhe do ta donte të kishte numrin 2 të fushatës së Trumpit. Por pse zgjodhi të jetë në Shqipërinë e vogël? Pse zgjodhi të jetë në krah të Sali Berishës? E tha, sepse Sali Berisha është një lloj si Donald Trump, sepse Sali Berisha është persekutuar nga një drejtësi e komanduar politikisht nga e majta, sepse Sali Berisha ka të njëjtat vlera konservatore dhe se programi i tij përputhet 100% me programin e presidentit Trump. Ndaj, dhe ai që kërkon i madh dhe i vogël në të gjithë Europën, në gjithë vendet perëndimore, zgjodhi të ishte sot në krah të Sali Berishës dhe të drejtoj fushatën e Partisë Demokratike. E thatë me ironi njëri nga ju, që s'dua t'ja përmend emrin që mos t'i jap drejtën e replikës, tha nuk është radhë qumshti apo kosi. Është radha e shqiptarëve. Është radha e shqiptarëve për të fituar. Mjaftoi vjedhja e oligarkëve tuaj, e klientëve të pushtetit. Atëherë ishte radha e tyre për të vjedhur, për të shkatruar Shqipërinë. Tani është radha e shqiptarëve për të jetuar me dinjitet. Tani është radha e Shqipërisë që ta ketë emrin krah partnerëve me njerëz me dinjitet, si Sali Berisha dhe si deputetët e Partisë Demokratike, qytetarët e Shqipërisë që do të përfaqësohen me votë në datën 11 maj. Ne kemi marrë sot një përgjegjësi që të qëndrojmë krah vlerave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi marrë sot një përgjegjësi që ta çojmë Shqipërinë në vendin që i takon, që ta bëjmë Shqipërinë madhështore, që të përkrahim modelin amerikan të vlerave amerikane të vërteta dhe jo të atyre, siç e tha Kris Lasivita, që janë thjesht pupac, që janë thjesht kukulla në duart e George Soros. Ju erdhët këtu dhe morët flamurin pro-amerikan, a thua se ne që kundërshtoni marrëveshje që lidheshin nga lobistë të Amerikës, që shkatronin identitetin shqiptar, trashëgiminë shqiptare, ne ishim anti-amerikan. Dje
nxora në rrjetin X një citim nga një plan i paguar $300.000 me paratë e USAID-it të dhëna për ADF-n, që thoshin në pikën 4 të tyre, Amerika në vitin 2030 do të mbaroj shkëlqimin e saj, do të mbaroj fuqia e Amerikës. Kjo ishte e majta amerikane, kjo ishte filozofia e George Sorosit, që donte të shkatronte gjithçka në emër të asaj shoqërie pa gjini, pa fe, pa moral. Por ne qëndruam, Donald Trump qëndroi dhe fitoi, Partia Demokratike qëndroi dhe do të fitoj. Sali Berisha mbas 11 maj do të jetë kryeministri i shqiptarëve dhe shqiptarët do të shikojnë ndryshimin e të vërtet. Do shikojnë se si parat mund të vijnë në shërbim të tyre dhe se si prosperiteti mund të kthehet Shqipërisë. Shumë faleminderit.